nga lutjet profetike gjejmë edhe etikën e qasjes ndaj sprovave, siç e përmendë, që njeriu nuk duhet lutet për të sprovuar, e përmendëm pak këtë, po edhe lutet që ta ruaj Zoti nga sprova që janë të rënda, që po themi ne ja thyen kurrizin, apo i dobësojnë besimin, apo Zoti na ruaj janë sprova të tilla që mund ta nxjerrin atë nga besimi. Prandaj varfëria, pse është quajtur vllai i mohimit, sepse mundet në momente të caktuara njeriu që është në varfëri, por nuk e përballon dot jetesën me dinjitet në varfëri, që mund të bëjë shkak që ai të shkojë dhe e të bëj padrejti, të bëj gjunahe, të bëj dhe dali nga rruga e ndershmërisë. Prandaj janë të pakta ata që kanë ruajtur fisnikërinë, ndershmërinë edhe në varfërinë e tyre, por edhe pasuria është një sprovë. Dhe jo çdo i pasur e ka ruajtur dinjitetin dhe nderin e tij. Të gjitha ne do ta kuptojmë jeta e kësaj bote. Me të mirat dhe me të këqijat e saj është thjesht një sprovë. Por besimi është një dhuratë kaq e madhe saqë e mëson njeriu si ta jetojë sprovën me të mirë, pasurinë, dinjitetin, familjen e mirë, fjalën e mirë që thuhet për të, por si ta jetojë edhe jetën me sprovë me vështirësi, se ka dhe sprova me vështirësi. Besimi është ai, po unë mendoj që është ai që orienton. Sprovës me të mirë jep hieshi dhe e bën njeriu e vetëdijshëm, nuk e harron Zotin, nuk i mbështetet vetes, por edhe sprova me vështirësi, ky besim e lehtëson, e zbut atë dhe i nxjerr në pah njeriu disa vlera, thash që nuk do të dilnin në pah po të mos kishte qenë kjo sprovë.